Përshëndetje të nderuar teleshikues, takohemi së bashku në studion e hapur. Faktikisht kemi zgjedhur një tjetër ambient, jemi miq pranë Caritasit diocezan të Sapës në Bashkinë Vaudeës, ku do të flasim për një projekt tepër interesant që po implementohet në Bashkinë Vaudeës. Do të flasim për projektin për personat me aftësi të kufizuar të jesh aktiv pa barriera. Kam kënaqësinë të prezantoj të ftuarit e mi, një panel i zgjeruar faktikisht në këtë ambient në Vaun e Des, por do të nis pa humbur kohë me zonjën Dorina Lekaj, juriste pranë këtij projekti. Faleminderit që je mes nesh. Dallonjë, falenderoj. Thomas. Zonja Kristiana Bisha është punojëse sociale pranë këtij projekti. Faleminderit që je mes nesh. Faleminderit juve. Dhe zoti Ernest Marash, koordinatori i projektit. Faleminderit. Por përfitues dhe konsulent të këtij projekti tepër interesant në Bashkinë Vaudeës, por do të flasim më gjithësisht, do të marrim opinionet e gjithë këtyre të ftuarve, të cilët do të flasin për këtë projekt tepër të rëndësishëm, por e nis me zotin Marash, sa i takon këtij projekti, cili është qëllimi dhe çfarë sjell një projekt i tillë për këtë komunitet, për këta persona në kuadër të kësaj kryefjale. Të jesh aktiv pa barriera është një kryefjalë e këtij projekti që është implementuar në Bashkinë e Vaudeës. Faleminderit. Në radhë parë dua ta nis pak me historinë e shërbimit ndaj personave me aftësi të kufizuara në diocezën e Sapës. Ne si Caritas që në vitin 2003 kemi nisur aktivitetet me personat me aftësi të kufizuara apo me personat me aftësi të ndryshme, tashmë që jemi munduar të ndryshojmë pak edhe termin e kësaj. Projekti të jesh aktiv pa barriera i startu me 2 vite më parë. Ka si qëllim barimet e konventës, është i bazuar mbi barimet e konventës. Ky projekt financohet nga Caritas San Polten dhe Agjencia Austriake për Zhvillim. Njëkohësisht po zbatohet në 3 zona, në zonën e Lezhës, në Laçet të Kurbinit dhe në Vaudeës. Në Bashkinë Vaudeës tashmë kemi filluar të implementojmë këtë projekt në fazën e dytë të tij, i cili është në fazë shumë e rëndësishme, sepse po ta marrim të shikojmë në pak a shumë në formën e piramides. Ky projekt ka 3 faza. Faza e pjesëmarrjes, përfshirjes, edhe jetesë e pavarur. Pra ne jemi munduar të kemi sa më shumë persona me aftësi ndryshme të pranishëm nëpër aktivitetet që i zhvillojmë si Caritas, qoftë edhe si aktivitetet të projektit të cilët konkretisht janë të parashikuara. Gjithsesi, besoj është një rrugë e gjatë, por edhe e vështirë e këtij projekti. Ka pasur vështirësi në implementimin e këtij projekti, por e gjetin atyre pikave kryesore ku duhet ndërhyrë. Normalisht problematikat janë të mëdha. Ky projekt ka synon të jetë një urë lidhëse mes institucioneve lokale dhe personave me aftësi të kufizuara. Pra që do të thotë ky projekt ka si parim përfshirjen sociale, integrimin e personave me aftësi të kufizuara në mënyrë që të ketë një jetë të pavarur. Problematika kryesore që mund ta ngrihim ose ka rezultuar gjatë këtij projektit është infrastruktura. Dim që në bashkinë konkretisht Vaudeës, edhe se nuk jemi një qytet shumë i zhvilluar, por kemi shumë mangësinë infrastrukturore, të cilat mungesa ndoshta edhe asfaltimeve të disa rrugëve, mungesa rampave nëpër trotuare që janë pjesë e rëndësishme e lëvizjes së lirë të personave që përdorin karriget. Mund të kemi mungesa rampave gjithashtu nëpër institucione vendore, lokale, qoftë në shkolla, qoftë në çështje kulturore etj që nuk po i përmendim të gjitha. Një problematikë tjetër e ngritur që do flasim dhe besoj do ta trajtojmë gjatë është barriera sociale. Dim që vim prej një mentalitetit shumë të largët, shumë të vështirë, të cilët personat me aftësi të kufizuara kanë pas vështirësi të integrohen në shoqëri, por kjo është tashmë një fazë e kaluar nga ne.
Mendojmë që në të ardhmen të arrijmë në fazën e tretë, e cila është jetë e pavarur. Zonja Bisha, cili është roli që ka punojësi social për këtë projekt, sepse besoj roli juaj ka një rol të drejt për drejt me këta persona? Po, vetë puna një punojësi social është fokusuar zakonisht në përgjigjen e barrierave fizike, problemeve të shumta që hasen në shoqëri, pabarazit, diskriminimi, që hasen kryesisht tek personat me fësi të kufizuar. Dhe këtë bëjmë ne në projektin Pa Barriera. Japim një përgjigje këtyre barrierave, qofshin ato sociale, fizike, ligjore, të cilat na referohen në zyrën tonë. Me konkretisht, pranë ambienteve të Karitasit, ne kemi zyrën e këshillimit, ku na referohen raste nga më të ndryshme. Çdo personi që vjen në qendrën e këshillimit, ne kemi nga një sketë vlerësimit, ku nëpërmjet asaj skete ne bëjmë vlerësimin e rastit dhe menjëherë përgatisim një plan ndërhyrjet individuale për secilin rast. Gjithashtu ne ju ofrojmë edukim, informim, këshillim individual i këtyre personave apo ndërmjetësim në institucionet e tjera të cilat ofrojnë shërbim për këto persona. Në varësi të kërkesave që kanë personat, ju ofrojmë dhe psikoterapi për fëmijët apo për të rriturit. Gjithashtu puna jo nuk është se fokusohet vetëm tek personat si të kufizuar. Gjithashtu shërbimet tona ju ofrojmë dhe familjarëve të tyre informim mbi fushën që ato kërkojnë, ju ofrojmë këshillim individual, gjithashtu organizojmë dhe fokus grupe bashkë me personat aftësit kufizuar dhe familjarët për bashkëndarjen e historive të secilit prej tyre. Bashkëndarjen për mbi problemet që ato kanë hasur, mënyrën se si ato janë përballuar dhe si ato i kanë zgjidhur problemet që atyre kanë ardhur. Besoj mentaliteti i shoqërisë është një nga barrierat kryesore që përballen këto persona. Në fillim ka qenë shumë e fokusuar, por tash me këtë projekt, me fushatat sensibilizuese dhe një gjë kyçe të këtij projektit është sensibilizimi i komunitetit. Dhe këtë po mundojmë që ne të bëjmë sensibilizim. Dhe personat kanë arritur që t'i pranojnë personat si të kufizuar në shoqëri. Ndjen dhe vetë ngadalë me hapa të vogla për ndjen më aktiv. Faktikisht ky është edhe qëllimi i këtij emisioni, të sensibilizojmë, por edhe të pasqyrojmë çfarë arrihet nëpërmjet këtij projekti të rëndësishëm që është në vallën e Dejes. Por besoj zonja Lekaj, problemet juridike, problemet me institucionet janë një tjetër hallkë e cila përball këto persona me institucionet shtetërore. Atëherë, prezenca, ose më mirë më thonë, figura e juristit në Karitas është një risi që ka në 2 vitet e fundit, edhe duke qenë diçka ndryshe ka pas ndoshta një impakt hap mas hapi, por që tashmë ka filluar me dhanë rezultatet e veta. Në fillim, unë jam fokusu tek konventa ndërkombëtare personave me aftësi ndryshe, sepse siç është pushtetuta, baza apo themeli për ligjet e një shteti, ashtu është edhe konventa për ligjet për aftësinë e kufizuar. Si fillim duke marrë hap mas hapi na nisë duke bë takime informuese si në Vaudel Qendër, si edhe në përfshatna të ndryshme, nga ku aty kanë filluar me dalë në pa problemet ose barrierat që personat me aftësi ndryshe dhe familjarët apo kujdestarët e tyre kanë hasë nëpër institucione të ndryshme. Edhe duke qenë se ky projekt, domethënë, synon një impakt të drejtë për drejtë, i cili synon me prej 3 rezultate që janë pjesëmarrja, siç është një rezultat i arritur sot, ku e tregon edhe pjesëmarrja vetë personave me aftësi ndryshe këto. Përfshirja, ku është hapi i dytë, sepse të marrësh pjesë është një hap fillestar, por të përfshihesh, të japish menime, ide, është një hap më integrues. Edhe masanena vjen vendimarrja, apo siç e thalle Nesti, arritja një maje që është një jetesë e pavarur. Me kalimin e kohës, duke mësu të drejtat e tyne, kanë mësu edhe rëndësinë, apo edhe dëshiren që me dhonë menime të vendimet që merren për ta dhe nga ku lind edhe ideja asgjë për ne pa ne.
Për momentin ka pas impaktet e veta konkrete, sepse duke një gjuhë në takimet informuese për drejtat e tyne, aty kanë fillu edhe me bë pyetje, po unë pas kam këtë drejt, po nuk e kam ditë. E kanë fillu me i kërku, kena kriju një bashkëpunimi me institucionet tona të afërta bashkinë apo jo fet ndryshme edhe ma gjanë në Shkodër, e ka dhënë impaktet e para duke i realizuar ata drejtat e tyre, një përfitim kujdestarie, një marrje kempi prej fillimi e me radhë. Sepse ajo përballje me institucionet besoj është ana kryesore juridike e roli juaj. Është e vështirë sepse paktën edhe gjatë eksperiencës tonë si media, por edhe në kronikat ndryshme televizive, çështja e burokracive të shtetit është një problematikë që vazhdon të ngelet ende për këto persona. Në fakt, si fillim, ideja këtij projekti ishte me heq barrierën e parë, që është barriera e ndërgjegjësimit. Të ndërgjegjësohemi ne, vetë personat që vujnë këtë pjesë, mas andej me kalu tek barriera tjetër institucionale, po duke u forcu ne si fillim, duke qenë më të fortë përballë mureve që na dalin, atëherë avash hiqen edhe pengesat apo barrierat e tjera. Besoj se, domethënë, jena një rrugë të marrë, kaq. Shaja parë që na ka dalë në vlerësimin e skedave, ka kenë mos informimi. Do të thotë që personat me aftësi të kufizume nuk janë të informuar për të drejtat dhe detyrimet që u takojnë. Ato të drejta që ligji shqiptar t'i ka të detyrueshme t'i zbatoj. Por kjo është një mangësi e madhe e cila ka bë që të ketë pastaj edhe të mos përfitim kempi, mos integrim shoqëri, mos punësimet e tjera. Tashma informimi është një çështje kryesore që duhet mbështet dhe duhet investuar tepër jo vetëm ndaj personave me aftësi të ndryshme, por ndaj gjithë komunitetit. Sepse institucionet ndoshta nuk kanë një zyrë informuese, mungon një zyrë e cila informon qytetarët për të drejtat për ndryshimet që bahen sipas kategorive ose interesave të caktuara. E kjo është një problematikë të cila ka dalë që në fillim. Kur është bërë vlerësimi i skedave dhe shqyrtimi i tyre, kjo ka qenë gjëja e parë e cila ka dalë. Pastaj normalisht personat me aftësi ndryshe kanë edhe probleme sociale e ekonomike. Ne dim që ndoshta ti mund të pyesësh më së miri personat që i kemi këtu në panel. Përfitimet që këto kanë nga legjislacioni shqiptar nuk ju mbulon të gjitha nevojat. E kjo është një pikpyetje e madhe që ndoshta do të marret në konsiderat, ndoshta edhe më vonë në rritjen e ekonomisë. Pjesë e një sistemi, besoj. Pjesë e një sistemi. Do të jetë vështirë të mrim aty ku duhet, por shpeshherë në të paktën siç ndodh në Shqipëri, ligjet janë të mira, por zbatimi lë shumë për të dëshiruar. Po edhe punojës të administratës ose të shtetit, kur e din që qytetarët janë të informuar mirë, atëherë ngurrojnë pak stepet edhe mendoj që tashmë kanë filluar t'ju japin disa shërbime të cilat janë të detyrueshëm. Kjo ka ardhur si pasojë e mirakimit ligjit që na muajt për drejtën e informimit, se e bën domethënë administratorin tjetë jo vetëm të ketë drejtën, por të ketë edhe detyrimin për me dhënë informacion, me informu qytetarët për drejtat edhe për përfitimet e tyre, sepse po ta shohim një ndër parimet e konventës, domethënë shprehet se ata familje që kanë bartin familjet tyre persona të sëmur janë të prirur për që janë familje të varfëra. Shteti shqiptar është i pajisur edhe ka ligje perfekte, udhëzimeve këmë pa fond, nuk i mungon pika spresje, mbase mungon një vullnet i mirë, apo me hartu disa politikat përshtatshme, sepse shtetet që ratifikojnë konventen, një nërta është edhe Shqipëria, janë të detyruar ose si më thonë zotohen që do t'i hartojnë këto politika për me ardhur ndihmë situatave të tilla. Ata janë një shumë krejt e vogël, nuk zgjidhen asgjë, por të paktën atë sa janë të mos u mohohen,
edhe do t'ishte shumë ma mirë me punu ma për me rritë standardin e jetës tyne. Do t'ishte gjëja më mirë, por një nga risitë e këtij projekti është edhe pjesa e konsulentëve, nes besoj është një nga të veçantat që rrallë herë e kemi ndeshur. Do kemi mundësi t'i pyesim, por gjithsesi do është një opinion tuaj. Ky projekt, kjo është e veçanta, që të kemi disa persona që kanë një aftësi të kufizume ose një aftësi ndryshe, të cilët janë pjesë e këtij grupi i cili jep kontribut ose vlerëson nevojat më mirë të personave me aftësi të kufizume. Është shumë e thjeshtë që ne si punojës, të cilët jemi ndoshta edhe me aftësi të ndryshe edhe ne, por nuk kemi një aftësi fizike, të vlerësojmë nevojat e tyre. Por ama këto janë të përfshim në këtë projekt pikërisht që të jenë të barabartë në rast të dëgjimit të nevojave dhe problematikave që personat me aftësi ndryshe prezantohen në qendrën e këshillimit. Normalisht konsulent qëndrojnë në qendrën e këshillimit për me dëgju personat të cilët kanë problematika të ndryshme që vinë e referohen të qendra jonë. Pastaj, këto konsulentët i adresojnë si mas problematikave. Nëse kanë nevojë për asistencë psikosociale, kemi punojësin sociale këtu, apo psikolog të ndryshëm. Nëse kanë çështje juridike, këto i referojnë juristës për me dhënë një ndihmë ose për me dhënë një konsulencë ligjore, e kështu me radhë. Por është shumë e rëndësishme që personat me aftësi ndryshe ta dëgjojnë një person me aftësi ndryshe. Që do thotë këto konsulent dëgjojnë dhe normalisht të ndërmarrin edhe aktivitete të përbashkëta. Rasti i konsulentëve nuk do thotë që të rrinë vetëm në zyre, por të ideojnë aktivitete, nisma të rëndësishme të cilat janë për të mirën e komunitetit, por edhe për të mirën e tyre personale. Nëse që lidhja me ngushtë është me Kristianën, në këtë rast me konsulentëve, me punojësin social. Po, unë zakonisht jam çdo seancë me këto në qendrën e këshillimit. Secili konsulent ka nga një rast të cilin e ndjek. Rastin janë të njëjtë. Pra personi ka X aftësi të kufizuar dhe konsulenti që i referohet është po atë problem. Çështja është të ndjehen të barabartë. Të kuptojnë sa më mirë njëri tjetrin. Kjo është qëllimi i konsulentëve, që të jenë të njëjtë, të kenë të njëjtin problem dhe të këshillohen si bashkëbisedim, jo si një këshillues dhe një klient, por një bashkëbisedim. Do të kaloj tek Gjovalimi, faktikisht, i cili do të na sjell atë eksperiencë tien, fal këtij projekti, por nga ana tjetër edhe rolin e konsulentit pranë projektit të jesh aktiv pa barriera, për të nisur më pas edhe tjera pyetje me tjerë përfitues, por edhe konsulent. Atëherë, iniciimi i këtij projekti që 2 vite pra të jesh aktiv dhe pa barriera, e them me plot bindje se na ka tjetërsu. Na ka tjetërsu në shumë çështje dhe në shumë drejtime. Na ka tjetërsu në botën e njohjes dhe na ka tjetërsu në afrimitetin dhe në bashkëpunimin dhe bashkërendimin e shumë çështjeve dhe problematikave mes njëri tjetrit. Të jesh aktiv dhe pa barriera, me të vërtet një projekt që nga tema duket që ka një domethënie të madhe. Hallkat kryesore, ashtu sikurse e parashtruan edhe drejtuesit e këtij projekti, janë 3: pjesëmarrja, përfshirja dhe finalizimi me pavarësinë, pra për një jetë të pavarur. Që në hapat e parë, pjesëmarrja ka pas një impakt të dukshëm, gjithmonë në kahun pozitiv, dhe implementimi i këtij projekti, kryesisht për këtë kategori personash, ka bërë që me të vërtet të ketë një njohje më të thellë të problematikave dhe barrierave me të cilat kategoria jonë haset pothuajse çdo ditë.
Problematika, barrierat janë të shumta. Barriera fizike, barrierat sociale, barrierat infrastrukturore, barrierat shoqërore, që nuk janë të pakta, kryesisht mentaliteti, por edhe barrierat institucionale, institucionet për të cilat na kena shumë nevojë. Nëpërmjet përfshirjes kemi arritë që të marrim informacionin e duhur nga baza ligjore dhe me ofrimin e shërbimeve. Sot ndjej veten të përfshirë në këtë projekt. Si të përfshirë? Pra, siç e parashtruam edhe përpara, është një ndër pikat hallkat kryesore të projektit. Pra, në qendrën këshillimore. Janë pjesë e grupit të konsulentëve dhe aty jemi të përballur pothuajse gjithmonë me problematika nga më të ndryshme të cilat vetë shtresa jonë, kategoria jonë i përjeton çdo moment të ditës, çdo moment të kohës. Po Nest. Ka dhënë një kontribut jashtëmos të madh për sa i përket vlerësimit të nevojave të personave me aftësi të kufizuar. Gjatë një studimi, një pyetësori të shpërndarëm për 250 persona me aftësi të kufizuar, plus familjarë apo kujdestarë të tyre, kemi arritur që të bëhet një raport mbi vlerësimin e riaftësimit dhe përfshirjen sociale të personave të kufizuar. Kjo është një raport i cili është i prodhuar nga ky projekt, i cili mas mirtit shef dhe parashtron nevojat kryesore të personave me aftësi ndryshe. Kjo është i shpërndarë edhe në institucionet lokale dhe të qeveritare. Kemi shpërndarë tek Bashkia e Valdez, konkretisht zyra e Prokurorisë Sociale dhe Paaftësisë. Gjithashtu të shërbimit social i shtetit, detyria rajonale e shërbimit social shtetëror në Shkodër. Po ashtu një kontribut tjetër të mirë, ky projekt e ka dhënë edhe mbi planin e zhvillimit për personat me aftësi të kufizuar në Bashkinë e Valdez. Tashma, ashtu siç kemi thënë edhe më përpara, Bashkia e Valdez ka një plan zhvillimor për personat me aftësi të kufizuar, i cili është fal kontribut i këtij projektit. Pra ka prodhuar dokumentacione të ndryshme për sa i përket gjendjes permanente për bashkitë apo për institucione. Do të ndalim pak tek besniku për të shtuar diçka sa i takon konsulentit, ndoshta për përfitimet që ju ka sjellë ju ky projekt, por edhe angazhimi juaj me persona të tjerë. Së pari, para se t'i përgjigjem pyetjes sate, do t'ju falenderoj nga zemra për pranimin tuaj, stafin e Star Plusit për prezencën dhe që paraqitni me shumë korreksi dhe dashuri këtë emision për të pasqyruar problemet të ndryshme, për të pasqyruar mbi problematika të ndryshme, mbi lidhje me projektin të jesh aktiv pa barriera, ky projekt austriak, që ka këto kohë që ka fillu, që iniciat, dhe duke ju përgjigjur pyetjes sate, është me të vërtet një risi e re, një diçka shumë pozitive, me të vërtet që frytet e saj pak nga pak po shihen. Edhe unë si konsulent, bashkë me grupin tjerë konsulenteve, që jemi përbami 7 vetë konsulent, tonë Caritas në diocezën e Sapës, kemi evidentuar rastet e një mas njëshme, disa raste, duke i evidentuar dhe duke i dhënë informacionin, duke i informu, dhe në bazë të informacionit që kanë marrë dhe evidentimit e rasteve, ata kanë ardhur dhe janë paraqit tonë në qendrën këshillimore pranë në zyrat e Caritasit, për çdo informacion, për çdo drejtim dhe këshill, sepse është diçka. Nuk mund të japin kush më mirë një këshill se sa një person me aftësi ndryshe, një person me aftësi ndryshe. Ne si këshillues, por gjithmonë duke dëgjuar më shumë, edhe duke dëgjuar palën përfituese,
Kjo është këtu konsiston dhe konsulenca për dëgju më shumë, edhe duke marrë shënimet mbi historinë e problemeve të ndryshme që kanë. Dhe këto probleme, duke i paraqit, duke i këto probleme, duke i drejtu dhe i adresu, si mas problem në anën ligjore, kina përsorin Dorinën, për shembull, që është afat për këtë. Anën psikologjike dhe sociale, kina Kristianën, po është edhe si koordinator, pra kur tjetë duke qenë kjo frymë bashkëpunuese, me fjalë gjithë komponent, atëherë del diçka edhe vullneti dhe dëshira e mirë, del diçka shumë pozitive që këto persona me asnjë ndryshe marrin informacionin dhe drejtohen aty ku duhet për të drejtën që u takon. Sepse kjo stres nuk ka nevojë për mëshirë, don dashuri, don për kujdese, don respekt, dinjitet mbi gjitha. Ashtu sikur e kam edhe këtu. Dinjiteti është mbi gjithçka. Dhe të trajtohen me të vërtet, me një seriozitet dhe me njështëta. Sepse, edhe pse është një aftësi ndryshe, por ka një aftësi shumë atë forë që ai që është shëndoshë mirë që se nuk e posedon këtë ashtu. Por, risku na ka provu me këtë gjë. Por kjo, na si urojmë askuj, na urojmë që gjithë jenë mirë, por që duhem që na kuptojnë, ta mirë kuptojnë në këtë që shprehemi, edhe të arrijmë atë që ka duhet ma mirë që duhet jemi gjithë barabartë, ajo është mesazhi që duhet përcjellë gjithë. Por faktikisht një mesazh tjetër e kërkoj edhe nga Marku. Unë me të ndërtën e kam prit me shumë kënaqësi këtë angazhim në projektin Thjesht pa barriera. Prej vitesh angazhona bashkëpunojmë, por Thjesht konsulenti i Caritasit jo vetëm që fuqizohesh në kuptimin edhe intelektual, merr informacionin e duhur, ja transmeton dikujt që ka mungesë e informacionit. Mund të them shkurt, pa këtë lloj do të ishna pak të qalët, jo thjesht nga gjymtyrët, por edhe nga njohuria për të dhënë zgjidhje njësor problematikash që ndeshin në jetën e përditshme bashkëvuajtësit tonë, pse jo edhe duke i dhënë një shtytës, thjesht duke i thënë, ja, ne po ecim, përpiqu të ecësh edhe ti të lëvizësh nga vendet, të bësh diçka përpara, dhe nuk janë rasthet të pakta që njerëzit po përpiqen edhe pse barrierat janë të ndryshme. Roli i konsulentit për një person me aftësi ndryshe. Roli i konsulentit ose më saktë thjesht bashkëbisedues me të ka të bëjnë shumë, sepse jenë të njëjtin stat, jenë të njëjtat problematika, dhe kur ja parasirën ati ashtu si ndjen vetë, me të njëjtën zemër, me të njëjtën, po thonë, trajtim, atëherë ai jo thjesht dëgjues, por bëhet bashkëautor, bëhet bisedues me ty dhe i shpreh të gjitha problematikat që ka. Pastaj gradualisht edhe institucionet po fillojnë të lëvizin, sepse duke pas më shumë informacion, duke pas më shumë hapësirë komunikimi, atëherë edhe institucionet nuk mund të hersin. Sigurisht, ashtu që janë drejtat e persona me aftësi të kufizuar në 4 fusha: fushën politike, fushën ekonomike, fushën sociale dhe në fushën kulturore. Edhe problematikat pikërisht këtu janë, duke filluar te fusha politike, te fusha ekonomike, te fusha sociale, që ka një sër barrierash në po t'i numërojmë. Duhet një emision tjetër, besoj. Po kështu edhe në fushën kulturore. Atëherë këto njerëz duke pas më shumë komunikim, më shumë hapësirë për të marrë informacion, sigurisht produkti ka fillu të duket. Ju falenderoj për opinionet, por duhet ndalem tek Nesti, sepse gjithçka ndodh me projekte në Shqipëri. Po, kur këto projektet përfundojnë, çfarë do të ndodhë? Vërtet, projektet janë afat shkurtër. Të marrë me pas një opinion edhe Dorinës edhe Kristianës në lidhje me këtë që sapo thash. Çfarë do të ndodhë nesër? Projektet, si që thash, janë afat shkurtër dhe ne si ekip i projektit jemi duke mendu
dhe po punojmë mas shumëtit për që të arrim jetesën e pavarur në majën e piramidës. Por që kjo do në punë, edhe vërtet për 3 vite është shumë e pak, sepse qytetarët kanë të drejtë të informohen në çdo kohë, por ama që ana këshillimit e cila është mundësu për këtë projekt do qëndrojë në hapur vetëm për 3 vite të, kështu që çfarë do ndodhin në të ardhmen. Nëse ky projekt i zgjidh të gjitha problemet, atëherë nuk do ketë nevojë më për projekte ose për dorë të shtetit. Por mendojmë që jemi duke punu. Besoj që shteti e ka modelin. Ne sjellim modele. Karitasi gjithmonë mundohet të sjellin modele në mënyrë që institucionet t'u lehtësojnë pak punën e tyre dhe në mënyrë që t'i marrin si shembull për vazhdimsinë. Mendoj që ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë me Bashkinë Vaudenjës. Edhe kryetari aktual i bashkisë mundohet të jetë shumë i qartë, mundohet të jetë shumë i ndjeshëm ndaj këtyre shtresave. Dhe ai me premtimet e tija ka premtuar që aftësia kufizume do të jetë e përfaqësuar edhe në Bashkinë Vaudenjës. Kjo është një premtim i cili kryetari do ta mbajë gjatë viteve të mandatit të tij. Por e rëndësishme është që të gjendet mënyra duhur dhe çka do përfaqësoj, sepse kështu ndoshta ne të gjithë kemi të drejtë të punësohemi, ato që desha të dalë vonë pak më përpara, të thamë për me dalë për një jetesë të pamvarur, duhet që të mendojmë për të ardhura qoftë ekonomike, qoftë edhe zhvillim social apo aftësim i personave të kufizuar. Tashma kurset profesionale ndoshta kanë marrë një drejtim të duhur por nuk e di akoma mbi aftësinë e kufizuar. Mendoj që një impakt për me pas një jetë pavarur është edhe punësimi i tyre. Atë që duhet me dojë mos ta implementojmë në Bashkinë Vaudenjës, të gjejmë mënyra të duhura që të bëjmë kurse profesionale, që këto personat që kanë aftësi të kufizuar si mas mundësive që kanë, edhe të arrim të punësojmë. Ti përgjigjem tash pyetjes direkte që ti e bane, çfarë do ndodhin. Vërtet edhe këto pjesëtarë që këtu i kemi përfitues të projektit na kanë bërë këtë pyetje. Por ajo që duhet të them është që ne jemi pra kjo ura lidhëse mes këtyre përfituesve dhe institucioneve. Ne na mbetet vetëm të bëjmë ndërmjetësimin, bashkimin. Atëherë kur ne ta kemi bashkimin, qeveria lokale do të hartoj ose të ekzekutoj politika të cilat ju vjen në ndihmë këtyre shtresave që kanë më shumë nevojë. Kristian, çfarë do të ndodh pas përfundimit të projektit, sepse çështjet sociale realisht nuk mbarojnë asnjëherë, janë pafund. Është vërtet. Këtë pyetje e kemi diskutuar shumë herë. Çfarë do ndodhin pas projektit? Asgjë s'është e sigurt dhe konkrete. Por ajo që vërdim është që ne do bëjmë maksimumin në këtë projekt. Dhe shpresojmë që ky projekt të realizojnë 5 qëllimet kryesore që ai ka dhe në fund të këtij projekti shpresojmë që Karitasi të paktën ta vazhdojë ta ketë qendrën e këshillimit, qendrën e informimit ku personat të gjejnë mbështetje. Por e rëndësishme që ne të jemi bërë një zë i lartë dhe një mbështetje për këto persona që edhe këto në komunitet të kenë një jetë aktive, të jenë të pavarur. E thanë me fjalë më të thjeshta, synojmë që qendra këshillimore të qëndrojnë e hapur, ndoshta jo me fondet e donatorëve të huaj të cilët na mbështesin, por ama në të ardhmen që institucionet lokale t'i fusin në projekt buxhetet e tyre në mënyrë që vazhdimësia e kësaj qendre, e cila jep informacion,
e cila i përfshin personat me aftësi të kufizuar në aktivitete edhe ju krijon mundësinë për me pas një jetë të pavarur, të ketë një jetë gjatësi apo të ketë Ka një modele, stabilitet. faktikisht, ka modele në Shqipëri ku Ministria e Mërqenieve Sociale, por edhe bashkitë financojnë të tilla iniciativa, jo ndoshta në nivelin e qendrës këshillimit në Vaudes, por ka qendra të tjera të cilat financohen. Caritasi ofron shërbime, është një ofrues shërbimesh, sidomos ndaj aftësisë kufizuar. Ne si Caritas kemi ndërtu edhe një shtëpi bamirësie e cila është me të vërtet një palestër dashurie, është e bazuar krejtësisht në vullnetar, por jetëgjatësia kësaj gjithmonë mbetet në pikpyetje, sepse deri kur Caritasi mund të ofrojnë ose mund të i çojë përpara këtë qendra, sepse ne nuk kemi një buxhet. Ne varemi gjithmonë prej donatorëve të huaj, të cilët na vinë në ndihmë, por në një të ardhme donatorët ndoshta ndrojnë krahin e investimeve të tyre. Ne si ofrues shërbime atëherë jemi të detyruar të mbyllim shërbimet, sepse nuk kemi të ardhma. Le të shpresojmë që edhe ky emision shërben si apel ndaj institucioneve në mënyrë që ta kenë vëmendjen tek personat me aftësi ndryshe, qoftë Vaudes, por qoftë edhe në zona të tjera të qarkut, Shkodrës, pse jo dhe në gjithë Shqipërinë. Duhet dalë pak tek Dorina, ndoshta një mesazh apo një lloj apeli ndaj atyre institucioneve të cilat duhet të përgjigjen personave me aftësi të kufizuar. Atëherë, janë dy pika të forta që unë pas cilave kapem kur të marroje projekti. Shpresojmë që projekte të ketë gjithmonë vazhdim për me ardhe, qoftë kësaj natyre apo natyrave tjera për me ardhe mbështetje kësaj kategorie. E para është fuqizimi i personave me aftësi ndryshe. Fuqizimi i tyre që pa frikë, pa ndrojë edhe të mirë informuar trokasën dyert ku ata presin me gjetë zgjidhje. E dyta, të respektohet nga ana, domethënë nga ana e institucioneve, të respektohet ligji që që përmendëm më parë për të drejtën e informimit. Po ashtu desha edhe me përmend një pikë që mu më bën shumë përshtypje ose si më thonë, më ka mbet mendje, është momenti fillestar kur unë jam bërë pjesë e Caritasit. Ata momente jam një e shtepun, e ndrojton, po ka qenë një fjalë e drejtorit Caritasit që më ka thënë një gjatë Dorinë, nëse dën me uni mirë, e jo keq, ban gjana, ban qatë munesh sepse me të vërtet kemi uni mirë. Unë nuk kam bë shumë gjana, po atë sa kam bë, edhe ata lloj falënderim me shi kam marrë, më kanë bë jashtëzakonisht me uni mirë. Edhe e vlerësoj shumë, respektoj fort vendimin e Këshillit Ministrave për ndryshimin e përkufizimit nga persona me aftësi të kufizuar në persona me aftësi ndryshe, sepse unë realisht çdo ditë më shumë njoh Gjovalinin, çdo ditë më pak njihem me aftë. Përballë Gjovalinit edhe përballë atij kalvari që Gjovalini ka njekë dhe ka arrit deri këtu më bën një shembull i përkrym, jo për personat me aftësi ndryshe edhe në karrocë, po edhe për ne që mendojmë se jena pa aftësi të kufizuar. Do të ndalem tashmë në një përfituese direkte të projektit, që do të sjellë një eksperiencë personale, sa i takon projektit të jesh aktiv pa barriera, sjell nga Caritasi Diocezan Sapa. Cila ka qenë përfitimi i këtij projekti dhe çfarë ka sjellë ky projekt? Atëherë, unë jam Moka Ermandes, që është një 13 vjeçar që vuan nga diplegjia inferiore, i cili nuk arrin të ecë. Ka ardhur në këtë qendër dhe të themi që ka qenë hera parë që ai është aktivizuar diku, që ai ka dalë. Sepse Armando para se të vinte në qendrën ditore, ai ka qenë një fëmijë që nuk ka dalur, pothuajse fare nga shtëpia. Ka qenë gjithmonë në shtëpi dhe natyrisht që zhvillimi i tij intelektual, emocional ka qenë edhe po ashtu i dobët, pasi nuk ka patur marrëdhënie me ambientin jashtë që e rrethonte. Pasi kemi ardhur në këtë qendër, Armando është përmirësuar shumë. Nga ana emocionale, ka arritur të njohë të gjithë, të mendoj, të shpreh atë që mendon, të shpreh dëshirat e tij, të arrijë atë që don. Dhe
por përveç dëshirave të tij, unë kam arritur të marr gjithashtu edhe përfitime nga juristja e Caritasit, që Armando është një fëmijë që rrin në karrocë dhe është paraplegjik. Por Armando nuk e ka patur statusin e paraplegjikut dhe e kam fituar këtë vit me ndihmën e stafit të Caritasit, pasi unë nuk kisha informacionin e duhur për të kërkuar këtë dhe juristja më ka udhëzuar që Armando të shkojë në shkollë dhe vitin e ardhshëm Armando do të shkojë në shkollën 3 dhjetori në Shkodër. Dhe unë jam shumë e lumtur që jam pjesë e Caritasit dhe i falenderoj shumë për gjithçka që kanë bërë për mua edhe vllajën tim. Faleminderit. Cili një rezultat i cili duhet ka shumë për zemër ky projekt advokimi. Për advokimin Dorina është të punu shumë, kështu që mund të drejtohesh Dorinës mbi pjesën e advokimit. Lidhe me planin e advokimit që është një në kushtet ose pikat kyçe të këtij projektit, ne kena lobu fort për përfshirjen e personave me aftësi ndryshe në realizimin e drejtës për të zgjedhur. Pra që ne kena healthy ide dhe po punojmë që nga mesi jonë me gjetë personin e duhon, me dëshirë edhe të kompletum që në zgjedhjet e ardhshëm të jetë përfaqësues i tyre në Këshillin e Bashkisë. Përfitoj për rastit me përmend gjatë tyne 2 viteve që unë jam pjesë dhe kam qenë si urlillëse, kam gjetë në absolute përgjigjet edhe bashkëpunimin si të bashkisë, si të institucioneve tjera në Shkodër, por edhe të OF-ve të ndryshme. Shpresojmë të realizojmë, megjithse absolutisht ka qenë përkraja kryetarit bashkisë, ka qenë edhe thirrja e tij ndaj disa personave mu bë pjesë e stafit të tij. Shpresojmë që t'ja arrijmë, sepse edhe nëse një ditë ky projekt mbyllet, do të vazhdohet prej personi që do t'i përfaqësojë në institucionet vendore. Mirë, nuk e di nëse ka diçka përctuar nes, por ne kemi zgjedhur një mënyrë shumë origjinale për ta mbyllur këtë bisedë, këtë studio të hapur dedikuar personave me aftësi të ndryshe, janë shpreha apo përkufizimet të dhënave të konventave, po, Dorin. Lidhje me raport progresin, unë kam së bashku me stafin, kam qenë personi që kam intervistu këta përfitues të projektit, që janë personat me aftësi ndryshe, familjarë dhe kujdestarë tyne. Është një gjë pozitive, sepse kurba e përgjigjeve apo nevojave tyne tashmë ka marrë një drejtim ndryshe. Nëse para shumë vitesh ata synonin për ndihmë financiare nga fonde, donacione apo edhe nga vetë shteti, tashmë drejtimi i tyne mbas ndërgjegjësimit ka marrë një drejtim ndryshe, drejtimi i përgjigjeve dhe nevojave tyne, kërkojnë shërbime. Nga lek, tash kërkojnë shërbime që mund t'jenë fizioterapist, logoterapist, jurist, konsulent ligjore, falas e me radhë. Kjo është gjë e mirë, sepse po arrihet një farë standardit. Kjo është e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Nestor, të falenderoj që na bët miq sot pranë ambienteve të Caritasit, edhe zonjën Bisha dhe zonjën Leka i falenderoj shumë që ishit ftuarit e mi sot, por me një mesazh shumë domethënës me këto shprehje të konventës për personat me aftësi të kufizuara, të cilat është pjesë edhe Shqipëria, ne mbyllim studion e hapur për ditën e sotme. Falenderoj shumë që na ndoqët, bashkë mirëpafshim.